Sipas shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian, të dhënat tregojnë se Izraeli ka shkelur detyrimet për të drejtat e njerëzit në bazë të një pakti që rregullon lidhjet e tij me bllokun. Duke cituar vlerësime nga institucionet të pavarura ndërkombëtare, Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm tha se Izraeli ka shkelur detyrimet e tij për të drejtat e njerëzit, sipas nenit 2 të marrëveshjes së asociimit BE-Izrael. Kufizimet e vazhdueshme të Izraelit në sigurimin e ushqimit, ilaçeve, pajisjeve mjekësore dhe furnizimeve të tjera jetësore ndikojnë në të gjithë popullsinë e Gazës, që është e pranishme në territorin e prekur, thuhet në dokument. I pyetur në lidhje me shqyrtimin e Bashkimit Evropian, një zyrtar izraelit e quajti atë një raport të njëanshëm që ilustron standardet e dyfishta që bloku përdor ndaj Izraelit. Sipas marrëveshjes së asociimit BE-Izrael që hyri në fuqi në vitin 2000, vendet ranë dakord që marrëdhënia e tyre do të bazohet në respektimin e të drejtave të njerëzit dhe parimeve demokratike. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, njoftoi në muajin maj se bloku do të shqyrtonte nëse Izraeli po i përmbushte kushtet e paktit, pasi më shumë se gjysma e anëtarëve të Bashkimit Evropian mbështeten kryerjen e një rishikimi. Raporti përfshin një sesion kushtuar situatës në Gaza, duke mbuluar çështje që lidhen me mohimin e ndihmës humanitare, sulmet që shkaktuan një numër të konsiderueshëm viktimash, ato ndaj spitaleve dhe objekteve mjekësore, si dhe mungesën e përgjegjshmërisë. Dokumenti mbështetet në fakte të verifikuara dhe vlerësime të bëra nga institucione të pavarura ndërkombëtare dhe me fokus në ngjarjet më të fundit në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Izraeli ka thënë se respekton ligjin ndërkombëtar dhe se operacionet në Gaza janë të nevojshme për të shkatruar Hamasin, grupin palestinez përgjegjës për sulmet e 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë raportin gjatë një takimi në Bruksel të hënën. Vendet anëtare mbeten të ndara në qasjen e tyre ndaj Izraelit. Pavarësisht të dhënave, nuk priten vendime konkrete në seancën e së hënës, por ministrat do t'i rikthehen kësaj teme gjatë takimit të radhës në Korrik.